Ish banori Big Brother VIP Albania Artan Kola i ftuar në një studio televizive rrëfeu gjithçka pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, duke hedhur edhe akuza ndaj banorëve të cilët refuzoi t'i takonte. Mes tyre përmendi edhe Rogertin, që me sa duket e njeh edhe nga jashtë. Kur kam qenë unë i famshëm, të tjerët të ruanin lopët. Rogerti për shembull punonte në kesh në Lezhë, merrte lekët e të gjithëve dhe luante bixhoz. Prandaj iku. Nuk i tha shumë këto brenda se nuk jam unë në Rogerti. Ajo loj për mua ka mbaruar. Kur dola më than bravo të qoftë se nuk ja dhe dorën askujt, sa Artani. Këngëtari tregoi se nga loja e tij në Big Brother ishte prekur edhe bashkëshortja. Gruan e gjeta të traumatizuar. Big Brother, ajo nga ana tjetër, akuza. I thash, para se të futesha e mban mend, mund të dalin dhe pislliqe. Për shembull, kam shkuar në një dasmë, kam marrë 2.000 euro dhe i kam fshehur 500 euro, ose i kam luajtur në bixhoz, shtoi Artani. Sipas tij, në lojë u penalizua për shkak se ishte shumë i drejtë për drejtë. E keqja ime është se jam shumë i drejtë për drejtë dhe kjo më ka penalizuar gjithë jetën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.